Me gjizos, me gjizos.
Përshëndetje, një sekretar zgjedhur. Konstatoj se të gjithë 27 anëtarët e Kuvendit janë prezent, prandaj kisha me hap seancën inauguruese të Kuvendit të Komunës Klinës. Të nderuar, përshëndet sekretarin e Komunës, profesor Dr. Zenon Elezi. Përshëndet anëtarët e rinj të Kuvendit të Komunës së Klinës. E Kuvendit të Komunës së Klinës, zotin Fatil Gashi. Përfaqësues e institucioneve komunale, përfaqësues e policisë së Kosovës, shoqata të dërra nga lufta e UÇK-s, dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve. Një përshëndetje të veçantë për babain e komandantit Muj Krasniqi i Bacelit. Familjarët e të zhdukurve, OSB-n, OEQ dhe media, të gjithë të përshëndet e tyre. Ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në Kuvendin inaugurues të Asamblesë së Komunës së Klinës. Për dhënien e betimit të Kuvendit duhet të jenë së paku 14 asamblesë. Na këtu kemi 27, prandaj e formojmë komisionin e verifikimit të mandateve prej 3 anëtarëve. Los që të jepni 3 propozime, të fillojmë nga grupi më i madh i Asamblesë të Aleancës me Arminë e Kosovës, LDK-s në Venezuela. Fjallë po vë një mosë. Faleminderit përfaqësuesi i seancës, përshëndetje për të gjithë të pranishmit të PCL-s, përfaqësues të institucioneve lokale sendore, përshëndetje për kryetarin e komunës profesor Dr. Zenon Elezi, anëtar i Kuvendit Komunal dhe gjithë të pranishmit. Në emër të Aleancës për Arminë e Kosovës, për komisionin për verifikimin e mandatit të anëtarëve të Kuvendit, propozoj Asamblesin Armand Beqiri. Nga PTK-ja, sa troci. Faleminderit përfaqësuesi i seancës. Përshëndetje për gjithë pranishmit, përshëndetje për zemrën të Bacelit. Në emër të grupit të PTK-s propozoj Leonard Veseli. Nga PTK-ja, Përshëndetje për gjithë pranishmit, në emër të grupit të LDK-s propozoj Marigun Araci. kush është për miratimin e komisionit verifikues? Të gjithë janë për, faleminderit. Kalojmë në dhënien e betimit të anëtarëve të Kuvendit. Sipas nivelit 35 për përkatët e ligjit për veçorinë lokale, i ftoj të gjithë anëtarët të Kuvendit të ngritën në këmbë dhe ta lexojnë pas leje deklaratën të betimit. Just komisionin të vaj verifikimin e mandateve. Ftoj komisionin me zonën e tyre.
Pas dhënies së betimit, çdo vjoni në shkruaj dhe I bën deklaratat e sekretarisë. Dhe merr për proces se nuk e merr për proces pas në shkrimeve I bën deklaratat e zyrit të sekretaria. Fjalën e ka anëtari I komisionit të verifikues. Faleminderit shumë Kërsus, përshëndetje për gjithë, përshëndetje për kryetarin e komunës, profesor Dr. Zenon Elezaj, përshëndetje për gjithë ju pranishëm. Atëherë, pas verifikimit nga komisioni, duke u bazuar në listën cilën e ka certifikuar KCZ-ja, konstatojmë që gjithë anëtarët prezent kanë mandat dhe mund të vazhdojnë me punën e Kuvendit. Gjithashtu dhe në verifikimin. Mirë faleminderit. Faleminderit. Prandaj tani ju losë të rritet të gjithë në kundë të lexojnë deklaratën e tim pas leximit të zëvjoni të zërit gjithë se janë në vetë dhe punë beton. Deklarata solemne e betimit. Unë të jetaj betohem ose deklaroj solemnisht se do t'i kryj me nder besnikëri, parënime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit, detyrat do t'i ushtroj autorizimet e mia si antar apo antare për vendet e komunës së Klinës në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë qytetarët e komunës së. Beton. Tani ftoj kryetarin e komunës profesor Dr. Zenon Elezaj ta jep betimin. Para dohet për vendi I shqiptar. Deklarat solemne e betimit. Unë, Zenon Elezaj, betohem ose deklaroj solemnisht që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtrej kompetencat si kryetari I komunës së Klinës me nder, besnikëri në mënyrë të famshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të sigurej kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Betohem.
Faleminderit kryetar, tani mos u largove e ki fjalën në rast. Për presidentin e pranishmit. Faleminderit kryesues. Të nderuar anëtar të kuvendit, të nderuar familjarë të dëshmorëve, martirëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, klerë fetar, ish kryesues i kuvendit zoti Fadil Gashi, komandanti i stacionit të policisë në Klim Enis Lukaj, përfaqësues të OSB-s, Mizani Krasniqi, babai dy herojve të kombit, të respektuar zyrtarët e komunës, zonë dhe zotërinj qytetarë të komunës së Klinës. Këtë fjalë rasti në vetimin tim për herë të tretë radhazi në detyrën e kryetarit të komunës së Klinës, duhet ta filloj duke i kujtuar me përgjegjësi ata që u flijuan për lirinë tonë e për ditë si kjo kur ne festojmë të lirë. Sot përkujtojmë me nder dhe respekt veprën heroike dhe sublime të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari, Haradinaj, luftën e komandant Kapuqit Muj Krasniqi dhe të gjithë të rëndëve për lirinë e Kosovës. Ne përulemi para veprave heroike të dëshmorëve të kombit dhe sakrificës së të rëndëve për lirinë. Të nderuar pranishëm, sikur sot betimin e parë si kryetar të komunës e kam bërë në vitin 2017. Mandati i parë ka qenë rezultati i bashkimit të shpresës. Mandati i dytë dhe i tretë rezultati i punës, përkushtimit, sinqeritetit të dëshmuar nga ana jonë si kabinet dhe besimit që kanë qytetarët tek ne. Secili mandat ka rëndësinë e përgjegjësinë e vet. Por ky që po e nis sot ka një peshë të veçantë për mua, sepse në këtë mandat besimi i qytetarëve, mbështetja juaj e sinqert ka qenë më e madhja që ka marrë ndonjëherë. Ju falenderoj secili, burrë e grua, të rinj e të moshuar, atyre që më kanë mbështetur për herë të parë, e atyre që asnjëherë nuk e kanë humbur besimin te ne, për mbështetjen që më keni dhënë. Besimi juaj, fjalët juaja të mira, shpresa juaj që keni te unë, me kam bajtër të fort, dhe me ka bërë që të mos dërzohë në asnjë moment. Për 8 vite, ne kemi bërë punë shumë pak së bashku. Kemi ndërtuar e rindërtuar objekte. Kemi përfaqësuar infrastrukturë, kemi përmirësuar shërbimet. Në qytet, fshatra e lagje ne e shohim punën e projektet të mëdha që janë realizuar. Kemi pasur edhe sfida edhe suksesi, ditë të mira e të vështira, por gjithmonë kem pas përkushtim, angazhim e bashkëpunim. Për 8 vjet sa kam udhëhequr komunën e Klinës, kemi bërë punë dhe projekte të mira të shumta. Si rezultati atyre punëve, kemi korrur edhe frytet e suksesit, pasi që jemi radhitur ndër komunat me shërbimet më të mira në vend dhe kemi fituar qindra mira euro gronte nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Merita për të arritur ka kabineti jem për përkushtimin dhe angazhimin maksimal. Zyrtarët e komunës së Klinës e po ashtu të gjithë anëtarët e kuvendit legjislaturë të kaluara për këshillat e sugjerimet e tyre. E di që kemi dhe më shumë për të bërë. E njoh secilin lagje e fshat. Ju di nevojat e kërkesat. Prandaj sot, para juve të pranishme, para çdo familje të kësaj komune, para prindërve që punojnë për të rritur fëmijët e tyre, para të rinjve që ndrojnë një të ardhmë më të mirë këtu, në shtëpinë tonë, në Klinë, po bëj një premtim të ri. Se çdo vendim që do ta marr, do të ketë vetëm një qëllim të mirë. Në të mirën e komunës sonë dhe të secilit prej jush. Këtë besim që më dhanë qytetarët, përveç kënaqësisë që të shërbej pa dallim, në jep përgjegjësi më të madhe që të punoj me nder dhe përgjegjësi, përkushtim e profesionalizëm, që çdo ditë e më shumë të realizojmë projekte që ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët tonë. Të nderuar anëtarë të Kuvendit Komunal të Klinës, dua t'ju përgëzoj të gjithëve për marrjen e detyrës së re. Njëkohësisht ju ofroj bashkëpunim një tim të plotë për realizimin
e kërkesave të qytetarëve tonë, të cilët na dhanë besimin që t'ju shërbejnë me përgjithësi, llogaridhënie dhe transparentësi. Qytetarët e dashur të Klinës, edhe me tutje, edhe në 4 vjet të ardhshme synojmë të bëhemi shembulli më i mirë i qeverisjes në gjithë Kosovën. Dhe i ftoj të gjithëve për bashkëpunim. Na prit të mbora, faleminderit shumë. Tani procesojmë me zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit. Forumit e pranishme duhet të jenë me shumë se 14 anëtarë të Kuvendit të Komunës për me janë zëzhon të rejtë. Si pas livrit 2, paragrafit 2 të udhëzimit legislativ 2009 për procedurat të zgjedhjes dhe përgjegjësitë e kryesuesit të Kuvendit të Komunës, çdo subjekt politik, nis qytetare apo kandidat i pavarur i përfaqësuar në Kuvendin ka të drejtë të propozojë një kandidat nga radha e anëtarëve të Kuvendit për kryesues. Prandaj e formojmë komisionin për marrëveshjen e procesit të votimit. Kërkojmë që të bëni 3 propozime. Shkojmë nga grupi më i madh, Vladimir Boci. Faleminderit kryesues të seancës, në emër të grupit koordinator të AOK-s, propozojmë asamblesën Enver Kadri Berisha. Kryetar komisionit. Faleminderit. Kërkojmë nga Partia Demokratike, Ja kam dedikesë dhe vetes. për që është ka bjerë një vendim, ju i takon si grupi i dytë më i madh, Dedekeja nëse po. atëherë kërkojmë nga LDK-ja Nëse po. të bëjë propozimin. Në emër të grupit e propozojmë Johana Gashën si pjesë e komisionit. Faleminderit. Nga Lëvizja Vendosuese, Po, ja paskan. nuk është prezent. Propozohet sa të njësë s'mot jam vetëli. Azem Ramadan. Faleminderit. Tani kërkojmë propozimin për kryesues nga grupi më i madh parlamentar, që është Aleanca për Admirën e Kosovës, fjallë e Vladimir Boci. Faleminderit kryesues, në emër të grupit koordinator të AOK-s për kryesues të Kuvendit Komunal të Klinës, propozojmë asamblesën Enver Aziz Berisha, për të cilën besojmë se ka përgatitjen e duhur profesionale dhe përvojën politike për të ushtuar përgjegjësitë dhe detyrat e kryesuesit të Kuvendit Komunal. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ka ndonjë propozues tjetër? Konstatoj që nuk ka, e sa draci kuptionë. Faleminderit kryesues. Realisht kur do që të zgjedhet ne ju urojmë suksese. Ne si grup parlamentar që jemi këtu, nuk kemi ndonjë qëndrim rreth kryesuesit. Kemi ato vërejtjet tona se ky pushtet vazhdon me bazën e vjetër
duke I josh, duke I pirë, duke I kontrabandu votën për kryesus. Faleminderit nëse komisioni të procedurat e dimajnë se Kështu që tash jemi në zonë inauguruse, zonë solene, gjithë antarëve që sa po e dhanë vetimin, I dëshiroj suksese, që gjithë se cili antarë, ushtarë në siklën e ndonjë subjekti, kështu që kisha apelim, sidomos për gjeneratat e reja, punojnë për të mirën e qytetarëve të klimit. Ne, e thashë edhe ma herët, nuk kemi qëndrim, gjithë se cili antarë tush I lirë të dalë, votoj për kundër apo të abstenoj. Mendimin personal, unë nuk do të marrë, do të rritë për një të institucionet në zonës, mirë kur nuk do të marrë pjesë në votin. Faleminderit, sukses edhe njerë antarëve të një. Faleminderit dhe sa. A ka dikush tjetër? Atëherë e lusë. I këtë komisionin të posa zhjellë të nëzëjnë në dyrë. Kush është për këtë komision, me këtë kohë së këtë qita. Faleminderit. Kurse të e sjeva për mu me shumit. Edhe njëherë kisha ju lut me vëtu, se unë pak një vuta, po vuta të minon që të tonë edhe propozimet vetë dhe gjitha subjekte që e të pajtushme. Kush është që këtë komision tjerë për verifikimit. Faleminderit shumë. Kurse të që në shumit vutash, u aprovua. I lësë komisionit në zonë vende të votimi. Kërkoj për është një 5 minuta kohë në duhet për përgatitet këtë votimet për votimet kryesuse. Po votimi të gjithë e dim që është I fshehtë. Se di mas këta vjetë në kush tjetër është në plak. Në plak tjetër dhe që mas këta vjetë që shto është të
Estou príncipe inicial. Por causa de pressão. Para se me fillu me votimin, kisha mi përshëndet përfaqësuesit e klerit, edhe klerit islam dhe katolik që kanë pjesë këtu, që unë kam respekt shumë për ta, po nashta është pak ma mirë tash në fund. Për disë gleon. E ftoj komisionin të vazhdojë në punë. Përshëndetje për krejt, unë jam Jona Gashi, ju përshëndet gjithëve, edhe këtë qytetarë që janë këtu të pranishëm, dhe të tjera komisioni ka verifiku që gjithçka është në rregull, kështu që vazhdojmë me votim, e ftoj Marqe Selmanaj. Po i ftojmë gjithë me radhë. Përgatitjet për votim, Qendrimi Llaku. Në radhë është Valmir Bacaj.
Përgatitet për votim Qemaj Sejdia. Në radhë është Arlinda Seri. Në radhë është Luiz Ademi. Përgatitet Leonora Jaha Dakaj. Radhë është Armen Beqiri. Përgatitet Isa Ibishi. Përgatitet Tum Dedaj. Përgatitet Enver Berisha. Enver A. Berisha. E thash Enver K. Berisha. Përgatitet Iliriana Toplanaj. Përgatitet Vesat Raci.
Majlinda Morina. Jeton Gashi. Përgatitet Leonard Veseli. Përgatitet Arslan Ramadani. Përgatitet Mendahie Duraku. Në radhë është Kushtrim Maliti. Në radhë është Naim Musliu. Rita Përnokaj. Arben Limanaj. Në radhë Ndrejt Zejtaj. Ivona Gashi. E përgatitet Marigon Racaj. Dhe krejt thot të uta mulej. Atëherë filloj me numrim, kështu që punën e ka komisioni.
Tash jemi të i verifiku nëse janë të gjitha të vëllosura. Gjithçka në rregull, kështu që vazhdoj me numrin. Atëherë përshëndetje për gjithë edhe një herë. Ne komisioni për numërim se kemi përfundu punën tonë, kështu që nga gjithsej 27 pranishëm kanë marrë pjesë në votim vetëm 22 prej tyre.
16 janë për, 2 janë kundër edhe 4 janë. Kështu që e ftojmë Ender Berishën për një fjalë rasti. Faleminderit shumë për Posta. urime kryesues. Përshëndetje për gjithë, i nderuar kryesuesi i kësaj seance të lemne, i nderuar kryetari i komunës, profesor doktor Zemër Eza, Tina dhe ju, e shëndetet punëtor, përshëndetje për shoqatat e dalën nga lufta, i nderuar batalin, policia e Kosovës, klerë fetar, i nderuar ish kryesues i këtij kuvendi për disa mandata rreth, dhe po ashtu e kemi edhe një ish kryesues tjetër që ka qenë kryesuesi i kësaj asambleje, doktor Haxhi Bishi, OSB, ju antarët kuvendit që sapo betuar dhe ju gjithë pranishëm. Është një ndirë për mu dhe një privilegj që për këto 4 vite tashme jam pjesë e këtij kuvendi në udhëheqjen e tij dhe zotohem para jush se ashtu siç kemi ditë që nga 2000 me qenë pjesë e këtij kuvendi bashkë me disa kolegë që janë në vazhdimsi me dhënë kontributin tonë, ju sigurisht që po ashtu do të vazhdojmë në mënyrë transparente, të ndershme në interes qytetarëve dhe unë besoj që edhe kjo përbondje e re që sapo u betua sot është si rezultati i votës që ka dalë nga qytetari i lirë, me votën e lirë, me besimin e tyre dhe unë shpresoj dhe besoj që si kryesues i këtij kuvendi do të jem i bashkëpunues me secilin prej jush, pavarësisht prej atyre që dhanë besimin dhe prej atyre që e bën demokracinë, sepse edhe kjo është demokratike, edhe unë kam bindjen që të gjithë do munduan me dhënë kontributin e vet dhe unë nuk kisha zgjat më shumë, po edhe një herë një falëndrim për gjithë kryetarit komunës dhe gjithë ju tjerë që e keni vlerësuar se mund të kem në krye kësaj asambleje për këto 4 vite me radhë dhe uftoj antarët e ri këtij kuvendi që të jenë bashkëpunues, që të jenë në interesin e qytetarëve, mos të këshillojmë elemente edhe anë personale, po realisht ta argumentojmë votën që kemi marrë në shërbyer dhe me qenë krah tyre. Unë edhe një herë prej fund ju uroj edhe ju që të keni shëndet edhe të na shkoj puna marrë në këtë asambleje komunale. Faleminderit shumë. Po të shërëndi e falenderoj të gjithë qytetarët e komunës Kishë, të gjithë votuesit që dhe ka votuar gjithë njerëz se asamblisë këtu, edhe që na kanë dhënë detyrë, obligime të rrë për ta. Prandaj ftoj kryesuesin më aty me marrë me thonë vendin e vet, në dhurime e Berisha. Edhe njerë të ndruar të nishëm, kryesisht ju asamblistë të sapo betuar, të dhanë si mase agjende që kemi pasur për këtë seancë, këtu edhe në fund procesi i kësaj seance, edhe njerë ju uroj shëndet dhe të mira dhe të kemi në tashi kërkesa dhe nevojat të qytetarëve, të kemi bashkëpunues për gjithçka që kërkohet në kuadrin të asamblesë me ju dhe me ekzekutivin. Edhe besoj që edhe antarët e kuvendit do ta luajnë rolin e vet parimor dhe ashtu që duhet. Me kaq e përfundojmë këtë seancë lene. Jemi në shesh negativisht pas seancës
në homazhe edhe të varrezat e dëshmorëve në Kodër Kuqi. Faleminderit shumë mirë për informacionin. Thank you.